Detektivja private Shkëndar Lili ka deklaruar se politikanët dhe biznesmenët janë dy kategoritë që tradhtojnë më shumë bashkëshortët e tyre. Politikanët, kur tradhtojnë në shumicën e rasteve, zgjedhin ta bëjnë shkeljen e premtimit të kurorës me vajzat e famshme dhe më të bukurat e ekranit. Politikanët dhe shtresat e larta ekonomike tradhtojnë sigurisht me gocat e ekranit, me ato gocat e bukura që e mbajnë veten se janë dikushi, dhe jo me një gocë të thjeshtë. Të paktën kjo mua më rezulton, u shpreh detektivja. Detektivja zbuloi edhe një kuriozitet sa i përket arsyes se pse gratë e politikanëve, që edhe kur kapen në tradhti, nuk ndahen nga bashkëshortët e tyre. Në zyrën time janë të gjitha kategoritë që duan të bëjnë investigime, duke filluar nga njerëz të thjeshtë dhe duke vazhduar tek ta, politikanët. Absolutisht që ka. Gruaja e një politikani nuk vjen për të ditur a e tradhton ai apo jo, se dua të ndahem nga ky person. Ajo kërkon të di për të mbuluar gjërat e saj, për pasurive të tjera, për t'i bërë presion, dhe jo për të shkuar në ndarje, për të vuajtur, tha detektivja Shkëndar Lili. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.